Fillimisht me lejoni të bëj të qartë që ne besojmë në institucionet tona, në institucionet e rendit dhe të drejtësisë. Si të qoftë, si qytetar, kemi të drejtë të shprehim shqetësimet tona, gjithmonë duke ruajtur shqetësinë dhe dinjitetin, në raste kur përdoren standarde të dyfishta, e në këtë rast e keni parë në Skënderaj mbrëm, se çfarë situate ka qenë, e keni parë njësitë speciale me maska, pavarësisht që kemi respekt për policinë tonë, kemi respekt për ushtarët tonë, për njësinë speciale, mirë po kur përdoren standarde të dyfishta, atëherë Albin Kurti po e përdor pushtetin e tij për disa persona dhe nuk po e lejon që të respektohet rendi dhe ligji ashtu siç është dashur. Nuk ka nevojë që të bëhet presion në policinë e Kosovës, nuk ka nevojë që të bëhet presion në njësinë speciale, sepse ne gjithmonë i kemi respektuar të gjitha vendimet e institucioneve dhe do të vazhdojmë që të i respektojmë. Zoti Kurti edhe dje ka reaguar në mbledhjet e qeverisë, e mendoj që klasa politike nuk duhet në asnjë mënyrë që të reagojë në situatat e tilla, sepse ne jemi kundër dhunës, mirë po jemi edhe kundër përdorimit të dyfisht të standardeve kur është puna tek zbatimi i drejtësisë. Stop.